Shqipëria në një qorë saka shtetëror. Pushtet i kapur, opozitë e shitur, popull i tradhtuar. Shqipëria sot nuk qeveriset. Shqipëria mbahet peng. Peng nga një pushtet që ka shkrirë shteti me krimin e organizuar, nga një opozitë e paftë ose blerë dhe nga institucione që ekzistojnë vetëm në letra. Qeveria Rama ka ngritur një model sundimi ku korrupsioni nuk është devijim, por sistem, ku nepotizmi nuk është turp, por rregull, dhe ku paratë e pista nuk luftohen, administrohen. Tenderet publik, koncesionet, PPP, urbanistika, energjia, shëndetësia. Të gjitha kanë një emërues të përbashkët. Miqtë e pushtetit fitojnë, qytetarët paguajnë. Krimi i organizuar nuk fshihet më. Ai financon, kërcënon, ndërton, pastron para dhe merr leje. Shqipëria është kthyer në një territor ku paraja e zezë dikton zhvillimin, ndërsa shteti bën sikur nuk sheh. Dhe kur shteti nuk sheh, është sepse është pjesë e problemit. Po opozita, një trup pa shtyllë kurrizore, një opozitë që proteston me orar, që bërtet për kamera dhe hesht për pazare. Një opozitë që nuk guxon të ngul këmbë, që nuk ngul çadra, që nuk ngul përgjegjësi. Në vend të betejës, zgjedh negociatën. Në vend të popullit, zgjedh interesin e ngushtë politik. Një opozitë që i shërben pushtetit më shumë se sa e sfidon atë. Drejtësia, e vonuar, e lodhur, e selektuar. Disa goditje për shoh, disa dosje të mbajtura në sirtar, shumë frikë dhe shumë presion. Kur drejtësia godet ngadalë dhe me kujdes politik, ajo pushon së qeni drejtësi dhe kthehet në instrument kontrolli. Ndërkohë, qytetari ikën. Rinia largohet masivisht. Mjekët, mësuesit, profesionistët braktisin vendin. Ata që mbeten, bjetojnë me zvarfërisë, padrejtësisë dhe një arrogancë shtetërore që i trajton si numra, jo si njerëz. Kjo nuk është krizë e përkohshme. Kjo është kapje shteti, një vend ku pushteti është bërë pron private, ku krimi është partner strategjik dhe ku politika ka humbur çdo lidhje morale me shoqërinë. Shqipëria sot nuk ka nevojë për premtime të reja, por për pastrim rrënjësor. Jo reforma kozmetike, por rrëzim të modelit, sepse një shtet që nuk i shërben qytetarëve të vet, nuk është shtet, është një organizatë e kapur, e veshur me flamur.